Shqipëria do të përfitojë të paktën 300 milion metër kub gaz në vit në rast të zbatimit të projektit të gazsjellësit transadriatik. Komisioni parlamentar i veprimtarive prodhuese ka miratuar marrëveshjen e vendit pritës me konsorciumin ndërtues, duke përcaktuar kriteret dhe përfitimet e vendit nga ky gazsjellës. Drejtori i politikave hidrokarbure në Ministrinë e Ekonomisë Stavri Dhima tha se kjo marrëveshje përmbledh negocimet mes palëve që kanë përfunduar në muajin janar, por që nuk është miratuar ende pasi ka si parakush në shkrimin e marrëveshjes tripalshme mes vendeve nga ku do të kalojë gazsjellësi. Përcakton raportet institucionale, raportet juridike, raportet ekonomike ndërmjet realizuesit të projektit apo investitorit që mund ta përdorim shkurt, edhe vetë institucioneve shqiptare. Eksperti i Ministrisë së Ekonomisë tha gjithashtu se marrëveshjet të ngjashme do të nënshkruhen edhe nga Greqia e Italia dhe përcaktohen përfitime të barabarta për të gjitha vendet. Në rast se në marrëveshjen që do të nënshkruhet më mbrapa ndërmjet qeverisë greke dhe kompanisë TAPEQi do të ketë element të karakterit tatimor, të karakterit fiskal, të karakterit të bonuseve, të karakterit të investimeve të ndryshme, dhe këto raporte janë jo proporcionale, pra janë jo të të njëjtit standard apo të të njëjtit përqindjen proporcionale, atëherë të dy palët me vullnet të përbashkët do të rishikojnë të gjitha termat që kanë të bëjnë me këto, në mënyrë që përfitimet edhe të shtetit në rast se do të rezultojnë që nuk do të jenë të njëjta në proporcion me ato që do të vendosen ndërmjet kompanisë edhe qeverisë greke, të vinë në këtë proporcion. Konsorciumi TAPAG që do të ndërtojë gazsjellësin, në rast se përzgjidhet nga konsorciumi Shah Deniz, ka nënshkruar edhe marrëveshje për mbështetjen e qeverisë shqiptare për gazifikimin e vendit në vlerë 250.000 euro. Ndërkaq konsorciumi është i detyruar sipas kontratës që të shpenzojë rreth 2 milionë euro për trajnimin e punonjësve vendas në Shqipëri dhe 5 milionë euro për mbrojtjen e mjedisit.